dita, unë jam Arsimi, sot do të përgatisim diçka prej avokados, kështu që Arsimin numër 2 po e porositem me ble avokado. Hajde Arsim, zgjidhi pak si të mira të buta. Avokate të buta bilit, buta kene me të pru. Që që nga ka ble Arsimi, 3 avokado, 2 të buta, 1 e fortë. Nuk është kjo pse nuk bën. Kjo është frut. Dikush thot perimi, po kjo është frut. Në Amerikën Latine rritin mas shumëti. Kanë këtë ngjyrë, kanë edhe këtë ngjyrë. Zakonisht, avokadoja prehet në këtë mënyrë. Kështu prehet avokadoja. Kur është e butë, përdoret më kollaj, është më e përdorshme, është më e ushqyeshme. Ka të karakteristikat edhe vetit e veta ushqyse më të dobishme. Këto do të veç me lënë pak në uzbut. Dikush e kishtin në frigorifer në uzbut, dikush e lënë jashtë. Pa jarë koha, kjo nuk zbutet. Në është të në frigorifer, në është leje jashtë. Zakonisht, bërthama jeket në këtë mënyrë. Kur është e butë, kjo pastrohet në një mënyrë shumë të kollajshme, veç qëtë mënyrë mundesh të me pastru shumë kollaj që mos me pas të lashe. Që kjo është qaja pastrimi i avokados, jetë vetëm gëzhoja e gjujmë, kjo është pjesa ma ushqyse. Është e ndryshme. Disa analiza prej agjencioneve të ndryshme gastronomike thonë se është pothuajse e njëjtë sa i përket sasisë të mbyrra me mish. Ashtu po thonë që ashtu po thonë. E ndryshme është. Një për sot du me prej pak qëto ma ndryshë, se sa që duhet me prej. Sot du me prej... Sot du me prej për qështu. I mas nejtë du me prej prap qështu e prap qështu. Tëra me qitë në kom qështu nëse mujmë. E mesin tëra me mush pak me një domate, pak tranguj, pak mozzarella, edhe të këshyrëm qaponadel. Që kjo është që ajo. Na dal del, mos na dal s'na del. Shkojmë të e pastru, ta shto në mënyrë shumë të ndishme,
se është e butë. Me ato këshëm punu ma kollaj, po e zgjedha diçka me punu pak ma të koklavitme. Koncentrimi duhet me kenë maksimum. Deli gjyshme? Shto? Ka për dërë të na unë. Më ishë me bo dubë. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Ide operacion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtoj mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtoj mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Ide e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Rami. Što? Se nuk nëzhen aty bashkë mesi, bashkë sa kina mi qiru una, mirë, po do të me pas sa do kodër një shije. Sa ma emigri ma mirë është. Kemë edhe pak mozzarella dykun. Okej. Edhe këto që shto jem. Tre kollare kena bon. Limoni është shumë korrespondon me avokadon. Të qesëm fillim e qëta. Është që ka pohëm jënë.
Tash do të më dojnë një vo një sos me tuna edhe me majonezë edhe pak kopër edhe një që mja që për mi gjithë se si limon shto kopër majonezin edhe e shtypëm e bojmë shumë të langshëm, të butë. Do të bëjë si shumë e vërzik do, që me konë sa ma e homogenizume, së me qenë sa ma kompakte, me qenë sa ma e përzime sa ma mirë, që me pas kjo një shije. Se dhe më thonë, pe i kombinojmë 3 shije, ka avokado, salat, që kjo është e. Edhe pse ka nërë qëto, le, ma natural. Për mu, nuk i dhosh fort rëndësi kësaj. Edhe pak limon. Që kjo është e. Që kjo është një avokado e mbushur me salcë tuna. Mirë pafshim deri në emisionin e ardhshëm.